Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. E vërteta është që kisha hyrë në mund pushimesh. Edhe mendova që nuk do publikoj një video, një vlog para fundit të gushtit. Për sot u zgjova e thash e di çfarë. Ke pak ditë ko para se të nisesh, kështu që puno. Plus kisha oreks të hap kamerën e të flas. Kot, pa lidhje sot. Jam kthyer nga Shqipëria. Mbaruam atje punën që kishim të bënim shqyr zotit, sepse kam vajtur atje një 3 herë deri tani për të mbaruar atë punë që mbarova. Edhe shpresa kishte filluar të bjerë kështu. Tash unë doja dal kur ti mbaroj këtë punë. Do duhesha idealisht të kisha filluar përgatisja gjërat e mia për udhëtimin, por nuk kam bërë jo një përgatitje as gjysmë përgatitje deri sot. Dua akoma të shkoj në dyqane të blej 1, 2, 3 pantallonka, shorts, gjëra të lehta të kem me vete, sepse vendi ku do shkojmë është një vend shumë i ngrohtë, edhe outfitet që në përgjithësi kam nuk i përshtaten asaj zonës, atit vend. Nuk do të them shumë për këtë udhëtimin, dhe me shumë mundësi edhe kur të jem atje nuk do publikoj asgjë, do filmoj, po patjetër, por do filloj të publikoj kur të mbaroj ky udhëtimi, sepse dua edhe ta shijoj. Është një udhëtim shumë ndryshe nga ato që kemi bërë. Dua të kem kohë që të kaloj bukur, po filmove brenda ditës edhe duhet të editosh video të vogla, reelsa, TikTok, fotografi njërin tjetër. Atëherë humbet gjithë darka. Se ti duhet të ulesh në një tavolinë, në një karige, në një krevat dhe të editosh që të mundesh të postosh. Kështu që thash, nuk doja bëj këtë gjë vetes, do filmoj edhe pastaj do publikoj. Më duket që ndër vite kam kuptuar që kjo është pak më e mirë. Nuk të dërmon kaq shumë pushimet e tuja. E ja, imagjinoni kush ka një shtëpi me garumuj e duhet të mbledh sot. That would be me, but I don't want to do it. Ky i bukur i dheut që thoni është shumë mirë. E ka marrë veten totalist, si mbretesh, mori edhe ilaçet që nuk i pëlqevan fare, duhet t'ja vinim te ushqimit se veç ilaçi nuk e mirte. Ma linte pa ngrenë ushqimin, me zor hante gjysmën në mëngjes, gjysmën në darkë. Por ja dolëm, tani jemi mirë, jemi bukurosha, sot do e çoj babi vet edhe të lajt, të bëjt flafi, t'ja mbush mamit shtëpinë me leshka, po s'ka gjë më mirë një shtëpi plot me leshka se sa një shtëpi pa lulushen time. Pa këto xamkat e bukura, pa këto kuçalkat e bukura, që ja ka prerë babi e thonjkat, edhe qerpikët të janë bërë të bardha me lusice, po m'plakes me mami, edhe mami i ka flokët e bardha, edhe ti ke qerpikët e bardha, po m'plakemi bask neve lusja ime. Gjithë javën që isha në Shqipëri kisha mendjen tek ky këtu, sepse më bëri shumë e rak. E me zor kam pritur të vinë në shtëpi ta marr gusi, po të jap bezdi tani, po të pris xunkën tënde tani. Po se çuni mamit. Bën një vap të tmerrshme. Ndërkohë ndiem që në të gjitha vloget më keni parë me këtë bluzën, por I swear e live. Dhe këtu mbrapa kam look at this. Gjeta lam. Më pëlqen tepër. Nuk e di po do gjej diçka më të bukur akoma, po të gjej barabar do e marr. Edhe këtë do e spostoj në sallon. E gjeta në një mercato. Është me Qelç Murano. Murano punohet në Venecia. Është një llambë viteve 70, poshtë ka druare. Është e mrekullueshme. E mora për 10 euro. Të njëjtën ditë gjetaj pasyrën që kam mbrapa. Edhe ajo është yll, një kukullesh. Nuk e di po dua ta mbaj aty apo mbase duhet ta varr këtu, do e shohëm, për momentin e kam lënë atje. Dhe jam shumë e lumtur me këtë rezultatin. Më duket që të dyja bashkë po më prisnin mua atë ditë. Këtu kanë mbyllur rrugën kryesore, kështu që të gjitha makinat kalojnë para shtëpisë tonë. Bëhet zhurmë gjatë gjithë ditën, edhe sepse atje kanë bërë një gjë kështu, domethënë është rruga drejtë dhe vjen një gjë kështu, që të detyrojë makinat ulën shpejtësinë, duke qenë që kalojnë shumë këmbësor. Njerëzit nuk e shohin, edhe dëgjojnë gjatë gjithkohës bum, tërmojnë makinat atje, bëhet nami. Zgjohemi që në 7 mëngjesit se njerëzit do ikën në punë, nuk do presin të zgjojmë unë që të kalojnë jashtë rruga që nuk është një private personale e trupit tim. Por me gjithë këtë zhurmë, nuk po flet si rob këto ditë. That's fine. Do arin, do e mbarojnë në rrugën kryesore dhe do e hapën. Ne do kalojmë përsëri që atje do kthehemi në normalitet. It is what it is. Duhet të hidratojmë. Kam marrë këtë amitën me karota, portokalla, moll, keshk. Edhe thot që ka kalcio e vitamin D. Jam e sigurt që ka edhe 3 kg sheqer bashkë me të gjitha këto, po nejse. Kur nuk i merr fruta të besh vet, ashtu është. 90% fruta e verdura thot. Thoni të jetë vërtet, karbohidrati, zukeri. Nëse nuk ka aq sheqer sa prisja, faktikisht. Nice. Ma bie shumë tensioni në këtë periudhë. Më erësojnë syt, shoh xixa. Nuk kam vajtur fare në palestër edhe këtë muaj, sepse javën e parë të muajit isha në Greqi, javën e fundit të muajit isha në Shqipëri. Sapo u ktheva nga Greqia, fillova un palestër, por mu bllokua një pjesë e qafës, diçka bëra gabim, jam e bindur, edhe pastaj për një 4 ditë nuk mund të ktheja qafën kështu, sepse duhet të kthehesha me të gjithë trupin kështu që nuk shkoja në palestër. Edhe thashë di çfarë, në këtë pikë lere, s'ka kuptim, koca po mundohesh. Por kjo gjë nuk më ndihmon, as mendërisht, as psikologjikisht. Plus të them diçka që pash në
internet. Bën një faqe e famshme italiane, një si tip podcast. Nuk është podcast, është më shumë research. E flasim për tematika të ndryshme. Duhet ta paguash që ta ndjekësh këtë gjë. Kam filluar të mendoj ta paguaj. Thjesht mendoj sa shumë gjëra të tjera paguaj. Netflix, Disney Plus, Prime-in, njërën, tjetrën, këndean, dhe e them të shtoj edhe një. Por më duket shumë interesante, sepse sa herë që më der traileri, le të themi, ka tematika vërtet të bukura për mua. Dhe tematika javës të kaluar ishte anoreksia. Por kishin zbuluar që në TikTok, Telegram e në platforma të këtilla të ndryshme ka goca ose çuna që mësojnë goca të tjera si të bëjnë anoreksike. Nuk e shohën si një sëmundje anoreksin, po e shohën si diçka për të arritur. Kjo gruaja kishte hapur profile falso që po kërkonte këto gjëra dhe e kontaktuan e i thanë po don të bësh ti angel, se kshu e quanin, të bësh angel. Atëherë mund të të bëj unë të arrish sepse unë arrita deri 42 kg, mundem të të tregoj edhe ty rrugën e ca gjëra të këtilla. Jam shokuar. Pse u kujtova këtë? Fola për trupin tim, me mami shpesh herë tallet me mua, më bullizon sepse jam e dobët. Nuk kam asnjë lloj problemi të këtilla anoreksie, por më shokovi fakti që dikush don të jetë 42 kg. Përse të duash të jesh 42 kg? Edhe unë jam e dobët, po unë mundohem të shtoj kile. Kur unë shoh 1-2 kg tepër, gëzohem. Nuk është se them, "O bobo mora 2 kg", them "Shqyri mora ato 2 kg". Dhe prandaj mundohem gjithmonë te kanali, mos ju them as sa kile jam, as t'ju jap regjimin tim, as në përgjithësi, sepse e di që ka njerëz të cilët nuk mendojnë një lloj si ne. Edhe unë ndihem që mbaj përgjegjësi për gjërat që them. Në përgjithësi, përgjegjësia është një gjë që më karakterizon në jetë. Nuk do desha t'i bëj trigger një goceje duke i thënë sa kile jam unë. Nuk dua të ndihet dikush keq duke dëgjuar peshën time, sepse unë jam unë. Edhe kam historikun tim, me trupin, me ushqimin, me kilet, me të gjitha. Një gocë që mbase don të humb peshë, e dëgjon kilet e mia, thotë duhet të arrit ato të Angelos, por nuk është ashtu, sepse ti ke historikun tënd. Ti duhet të arrish të kilet e tua, në ato që të bëjnë ty të ndihesh mirë, por vetë se të bëjnë të ndihesh mirë, duhet të kesh edhe fuqi, sepse të arrish të peshosh 42 kg nuk ke fuqi si njeri. Është e sigurt që trupi jot nuk është një trup i shëndetshëm. Edhe unë mundojmë gjithmonë kur shkoj në palestër të them që unë e bëj për shëndet, nuk e bëj për humbje peshe. Unë e bëj sepse kur të mplakem, dua të jem e fortë. Mos kem dhimbje kurizi, prash, këmbësh, probleme të cilat i sjell mosha detyrimisht, dhe duhet të fillosh të punosh në këto që kur je më i ri. Jo të gjithë shkojnë në palestër për arsye që shkoj unë, ka njerëz që duan të humbën peshë. Edhe shumë mirë bëjnë, sepse unë nuk them që një njeri nuk duhet të humbë peshë, po duhet të jemi të vetëdijshëm te gjërat që bëjmë. Edhe sepse ekziston edhe social media, të cilat ndikojnë shumë jetën tonë, dhe tani po e rikthejmë në modë atë stilin e gocave që janë shumë të dobta, siç ishin në vitet 2000 modelet e Victoria's Secret. Duhet të arrim të kuptojmë që ato janë modele. Ato bëjnë një tipologji pune e cila i kërkon këtë lifestyle. Por kjo nuk do të thënë që ai lifestyle është i shëndetshëm. Nuk është i shëndetshëm. Edhe nuk kemi pse të duam ta idealizojmë edhe ta aplikojmë te vetja jonë. Doli edhe albumi i ri Ariana Grande, që edhe ajo ndër vite ka ndryshuar shumë në trupin e saj. Nuk dua të ri të bëj kritika e gjykime, sepse unë nuk e di çfarë po kalon Ariana Grande. Base ka një hall, base ka një problem shëndetësor. Një mbase. Kush ja mund ta gjykoj? Por duke qenë që shohëm gjatë gjithë kohës pamje të këtilla të na mblidhen te truri jon, edhe pash edhe këtë podcastin le të themi, i cili më shokovi, do më thuash ku jeton këtu, por nuk prisja që dikush mund të bëj coach si të arrish 40 kg, sepse nuk është normale, njerëz nuk është normale. Nuk është. Duhet të jemi të forta, duhet të kemi fuqi. E po ja u thot të gjitha këto një gocë e dobët. Jesh e dobët nuk duhet të jetë në mod. Unë kam patur gjithë jetën time këtë lloj trupi. Nuk e bëj që të jem në mod. Edhe kur ishte në mod Kim Kardashian, unë po këtë trup kisha i shkreta. Kjo industria të nxjerrit moda ushqet nga ju. Edhe don thjesht të marrë, don të përfitoj. Besoj që shumica e dini, po e them për njerëzit që mbasen që nuk paramerren me rrjetet sociale, nuk i shohën këto pjesë të rrjeteve sociale. Industria gjithmonë krijon moda të reja. Doli Kim Kardashian, duhet të gjitha të kishim gjoksin e madh dhe vithet e mëdha. Tani u rikthyen prapë si po ju thosha në të qenet më të dobta, ç'do do bëjmë? Do heqim ato që kemi vënë për shembull, që të bëhemi prapë kështu, e kur të dalë një tjetër do vëmë prapë, pastaj do heqim prapë njërin e tjetrën në një. Është e lodhshme. Është shumë e lodhshme kjo industria, edhe të qenurit në mod nuk të sjell asnjë lloj lumturie në këtë jetë. Zero, ja u garantoj unë. Çdo njeri duhet të bëj me trupin e vet atë që bën atë të lumtur. Edhe të lumtur duhet të na bëj të jemi të shëndetshëm. Edhe jo në mod, edhe jo të bukur në sytë e njerëzve të tjerë. Ka shumë njerëz që në rrjetet sociale ju thonë si të humbni peshë, merr këtë gjën, pi këtë gjën, përdor këto kokra, janë bimore, janë të këtilla, janë ashtu, janë kështu. Njerëz është thjesht një industri që po mundohet të përfitojë. Një njeri që ju shet një supliment që të dobësojni, është pjesë të një industrie e cila po mundohet të përfitojë lek. Me ato lekët që ti do japësh të blesh atë produktin, me ato lek ai do mbaj. Si industri do mbaj edhe punëtorët e vet që shpërndajnë produktin. Dihet që kjo industria do të tregojë të gjitha gjëra
gjërat e suksesshme që kanë arritur të bëjnë me trupat e njerëzve të tjerë dhe doja dalësh e ti dhe do arish. Por nuk janë doktora, edhe ato produktet nuk kanë kaluar nga kontrollet e duhura. E po ja u them këto gjëra me dijenit të plot, mbase po hap një luftë me një industri. Por njëra nga shoqet e mia të ngushta ka pas punuar te industria e ilaçeve, edhe jam shokuar me gjërat që më ka thënë për industrinë e ilaçeve, që t'i jep doktorit sa pak kontroll kanë këto ilaçe. Jo me produkte të këtilla për të humbur ose për të marrë peshë. Nuk them që nuk bëjmë punë, nuk e dim kush mund të jenë ato problematikat anësore që mund të lejnë këto produkte. Edhe jo detyrimisht të dalën direkt problematikat. Nuk është fjala e duhur, po problematikat anësore. Është një tjetër fjalë dua tani të them, po nuk më vjen në tru. Po nejse, ato mund të dalën e pas shumë viteve. Vazhdoj edhe jam me mendimit që gjërat duhet të bëhen me thjeshtësi. Don të humbësh peshë, mundohu me ushqimin tënd. Shko te një nutricioniste të t'i jap një listë me ushqime për të konsumuar ose mos konsumuar. Mundohu me hapa të thjeshta si fillim, pastaj mundohu avash me palestrën. Gjej një hobi që ty të pëlqen. Jo detyrimisht mund të jetë palestra, mund të jetë yoga, mund të jetë tenis, mund të jetë padel, mund të jetë not, mund të jetë kërcimi. Gjej diçka që të përshtatet. Edhe fillo avash ta bësh pjesë të rutinës tënde. Ato humb 10 kg në një muaj. Njerëz, si do i humbni, muajin tjetër do i rimirni, sepse nuk është diçka graduale. Po ta marrësh një ide, ta fusësh te truri jote, të thuash unë këtë do e bëj për mua, që të ndjem unë mirë, që të jem unë e shëndetshme. Jam e sigurt që përqindja e suksesit do jetë shumë e madhe se sa të thuash duhet të bie 10 kg tani që të futem në një fustan, ose se jam e ftuar te një dasëm, ose sepse dua të dal e veshur bukur me bikini jashtë. Nuk ke ti tregosh as seriu ta zja. Duhet ta bësh ti për veten tënde. Tani kanë dalë në modë edhe Ozempic, Mounjaro, nuk kam informacion as si për këtyrve fare, kështu që nuk dua ta gjykoj të them jo pse qysh tek ande ande. Kuptoj që njerëzit të cilët kanë vite që po luftojnë për të humbur peshë nuk po ja dalën edhe kanë provuar shumë gjëra, duan të provojnë edhe këtë. Shpresoj që të gjithë ata që bëjnë ta bëjnë nën kujdessin e një doktori, sepse gjak kështu është ndryshe se sa ta bësh vetë, edhe të jenë të vetëdijshëm për atë që bëjnë, por unë gjithmonë jam e idesë se gjërat duhet t'i bëjmë thjesht. Kemi haruar si është arrim të bëjmë gjëra thjesht. Do i ve Belës tim drekën e vetë ta haj. Ja vajtëm pa me Clyde, edhe Spider-Man, filmin e ri që doli. Më shkruani pak po i ndiqni në përgjithësi Spider-Man, Batman, Marvel. Besoj që ndër vite keni kuptuar se ne i ndjekëm, më pëlqejnë shumë. Edhe kjo Spider-Man më pëlqevi, do vi edhe tjetra, can't wait. Problemi im me këto filmat është që dalën shumë vonë njëra nga tjetra, edhe nuk mbaj mend filmin e kaluar. Njerëz kanë probleme me memorien time, nuk është e mirë. Clyde për shembull mbante mend deri diku. Unë fare zero, sikur si kam parë në trurin tim. Mami më thotë që kjo ndodh sepse unë nuk konsumoj peshë. Unë shpresoj që kjo nuk është diçka që me vitet do përkeqësohet. Edhe shumë nga librat që lexoj nuk i mbaj mend. E di që ai libri më ka pëlqyer shumë, por nuk mbaj mend historinë. Më kanë lënë në pjesën e mbrapme të trurit shumë mësime. Nuk e mbaj mend historinë fare njerëz. Edhe diku lexova që njerëzit dikur një libër nuk e lexonin një herë, e lexonin një herë, 2, 3, 4. Kështu mbanin mend shumë gjëra. Por unë kam shumë të vështirë të lexoj një libër për herë të dytë, edhe të shoh film. Nuk më pëlqen të shoh 2 herë një film që e kam parë. Edhe pse nuk e mbaj mend. Thjesht më e kam parë, nuk dua ta shoh më. Jeni i bukur. Ti vëmë edhe ujë freskët nga frigoriferi. Shqiponja ime e bukur që po nxjerr shumë fletë të reja. Edhe këtu një tjetër e vockël, edhe këtu kjo. I love hair, I know hair glory. Në TikTok do gjeni edhe një hol me të gjitha këto kpucët. Problemi është që realisht, më thoni ju, ku mundem t'i ve? Është njeri më plot se tjetri. Nuk kanë me vend. Duhet të bëj pastrimin e kpucëve. E heq ato që nuk vesh. Por nuk kam ndërmend ta bëj tani. E nuk e di ku t'i fus ato kpucë tani. Por si e bëj unë këtë gjë vetes? Jashtë u vrejnë gjithë vendi. Nuk kuptoj çfarë po ndodh. Duhet të marr pak mikserin. This thing right here. Besoj e dini çfarë ishte mikseri, pa ja treguar unë. Lulusi. Unë është që Clyde duhet ishte kthyer në shtëpi tani që të marr lushën e ta çojmë ta laj. Kjo ishte ora që do të çonim. E mbaj mend keq unë, mbaj mend ditën keq unë. Nuk e di, mora në telefon nuk ma ngriti. Gjithsesi, do filloj të përgatis pul me patate në furrë. Do bëj atë recetën që më pëlqen shumë. Unë për masat I bëj në bazë të sa jemi. Dhe jemi 2 tek pulveta. Do filloj me limonin, do e gri direkt këtu brenda, sepse duam edhe ta grim, duam edhe lëngun që ka brenda. Nuk pas kam bateri në kamera. Shtova edhe lëngun e limonit. Tani na duhet hudhër. Vereni me preferencë hudhërën, sepse në një video që kisha thënë që vura gjysmë hudhret e xaxiki, desh me hëngrën njerëzit. Tallashin me mua sepse është pak. Ore dakord jam, po aq desha unë. Ç'të bëjmë tani? Nuk desha të ve 3 kg, sepse mbase kisha një punë atë ditë. Ç'të bëjmë? Tani unë personalisht do ve 3 thelbi hudhër. Do marr edhe gjysmë knori, brenda edhe kjo, apo më merr Clyde. U kujtua. Pronto? O jeta. Po burr. Tani po dalë të sura. Çore
kishe për Milo. Sot Milo po e spostohet. Dështojmë mustard, vura pak a shumë 2 lugë të mbushura plot, 2 lugë e gjys. Do vejmë vaj, rigoni me pulën e patatet shkon ekstrem shumë. Dua tani të ve edhe mjalt. Shumë mirë ky mjalti. E kish marrë në Mercato. I shiste ky xhaxhi që i prodhon vet bashkë me nipin e vet. 2 lugë vura pak a shumë. E tani duhet të shtojmë ujë. Është gati, tani ngjelet ta miksojmë. Kam vendosur pulën në një bowl e do hedh miksin ton sipër që të thithë sa më shumë nga lengu, ndërkohë që neve përgatisim patatet e gjërat e tjera. Idealisht këta duhet ta kisha përgatitur në mëngjes. Edhe ta lija 2 edhe 3 orë në frigorifer me lengun, sepse dihet që do dilte akoma më e mirë. Por nuk ma shtu mendja, nuk ma previ mendja. Kur snuk, lereni. Kaq kollaj ishte receta jon. Duhet të kisha ndezur furrën, që të ishte ngrohur. Harova. Ti po grindesh tepër, e po grindesh kot se ke ngran der. Të paktën një nga ne të dy stërvitet në këtë shtëpi. Mos e braktisëm edhe unë edhe burri stërvitjen. Bravo burr, për mundin, për dëshirën, për disiplinën. Bravo! Unë ta heq kapelen, po desha ta dish. Don të shkojmë unë edhe ti bashk një 2 vjet në Dagestan, të stërvitemi aty. Të bëjmë bisha e të kthehemi. Lush, do vish edhe ti. Do bësh nga qenkë, super pitbull do bësh. Plot muskla. Më ndem pak koka. Nuk po më ndem pak, sepse po më ndim të pak kur fillovi. Tani ka kaluar pak orë që kur ka filluar, po më ndem mirë. Do heq pak make-upin se kam që në mëngjes në surat kur më zë koka, ndjem sikur edhe make-upi më jep bezdi, sikur më bllokon diçka këtu. Nuk e di çfarë, nuk mund ta sqaroj. Nuk di po ka kuptim as logjik kjo gjë që unë ndjej. Porosita nga Stajlvana, po po mbaron e vaj. Fytyra ime po kalon një periudhë shumë të mirë. Shqyr Zotit se duke thënë dhe marr mësysh, jam shumë e lumtur për këtë gjë. Kalova një periudhë ku mbusha plot e më ka ngelur shenjat nga ajo periudhë ku isha mbushur plot akoma janë këtu. E shenjat janë shumë të vështira të ikën. Ju tregova dje që bëra thonë kat. French, I like it. Ti insistoni pak më shumë te pjesa e hundës, se ndihmoni të ikën pikat e zeza kur përdorni vajin si bajuna. Do vede këto toner pads. Kam kohë që nuk i kam aplikuar. Do vede një të balli. Only Habibti, I'm from the Middle East. Before you see me. E dëgjoni juve Sen Levani, që ishte i lidhur me Naikën. Kjo ka nga Shenaikës. Sen Levani do bëj tur në Europë. Do vede në Itali në Greqi. Thash motrëstime të prenontoj që të shkojmë në Greqi. Nuk prenontove kur duheshe. E do bëj sold out tani. Edhe nuk do shkoj. Mirë mëngjes ka dita tjetër. Sot buri officially doli në pushime. Është ditë e parë e pushimeve. E lash të flej pak më shumë sot. U zja shumë i lumtur. Shpresoj të shlodhet, edhe pse di që nuk do shlodhet me këto pushime që kemi organizuar. Nuk janë pushime relaksi si vjet. Gjithsesi, presoj të inspirohet dhe dua të ikëm pak sot në përdyqane të blej një 2 gjëra jo të fundit, se nuk kam bler as të para. Kështu që u vesha, u bera gati, Klajdi ka vajtur në bank dhe desha t'ju tregoj para se të ikën nga shtëpia. Kamera time më të re është Osmo Pocket 4P-ja nga DJI. Unë kisha 4-ën. 4P-ja është versioni më i ri. Disi kështu duket në pamje, vazhdon të ngjelet një kamera shumë e vockël, por shumë e volitshme për të marrë kudo me vete. Gjëja partikolare është që bën zoom, edhe zoomi është shumë i pastër edhe shumë i bukur. Prandaj ka 2 telekamera, njëra normale e tjetra është për zoomin. Kjo pjesa këtu del, kështu që trupi kamerës është kaq. Kjo është bateri, shtesë, edhe kjo është tripodi. Unë e marr gjithmonë me vete edhe këtë pjesë. Plus të çantka e vet kemi 1000 gjëra. Shikoni këtu tani. Ka edhe fleshin e vet, kështu që kur ti filmon në darkë, ndriçimi është më i mirë. Ka këtë pjesën magnetike. Kjo kamera ka edhe këtë gjë këtu fantastike. Është një mini ekran, le të themi. Kështu që ti e le kamerën në një cep, edhe çfarë shef kamera me mini ekranin, nga një cep tjetër i dhomës, e mund të shtypësh edhe play, mundesh edhe ta ndalosh me joystickun që ka këtu. Unë e lëviz që këtu, po lëvizet kamera. Kemi obviously mikrofonin, edhe ke audio me kualitet shumë të mirë. Te seti që më dërguan mua, që është seti për creators, kështu që ka çdo gjë brenda që mund t'i duhet një creator, ishte edhe kjo. No. Okej, nuk pësovi asgjë. Janë filtra të ndryshëm që mund të përdorëm te kamera. Edhe i bën ngjyrat më të ftohta ose më të ngrohta, t'i jep atë efektin më vintage. Varet çfarë kërkon ti.
Tani që do dalëm, do filmoj me ktesat. Do duhet e kisha vënë në karikim, po nice. Ç'a thoni? Dua të shkoj përsëri te Zara, edhe dua shumë të shkoj në H&M, por këtu te fshati jon nuk janë afër njëra me tjetrën. Mund të shkoj tani ose te Zara ose te H&M. Duhet të zgjedh njërin nga të dyja të bëj. Sepse Zara është në qendër tregtare, H&M është në qendër të qytetit. Dhe goalies të marr pantallonka të shkurtra treçerekshe. E dini çfarë nuk më pëlqejnë me short. Nuk më pëlqejnë veshjet e nuk më pëlqejnë fare si për meje. Ore nuk më pëlqejnë fare në përgjithësi ti shoh sekundi. As në femër as në meshkuj. Kë kam veshur një tek pull herë si vjet, edhe vitet e tjera e kam veshur, si të gjithë njerëzit normal. Si vjet Ruri më ka thënë që janë një no. Jam e lumtur sepse gjeta një pal pantallona. Më sahavi. Problemi është që ka dalë koleksioni i vjeshtës. Edhe kjo nuk është mirë për mua, sepse gjeta shumë pak gjëra se sa do mund të gjeja para një muaji. Këto për shembull nuk janë fare stili. Po mbase do më volisin atje ku do shkoj, thjesht do desha të jem pak më elegante. Shumë street style këto. Tani po nuk gjeta opsion më të mirë, do mbaj. Por do kërkoj akoma, pastaj do vendos. Në përgjithësi në dyqanet shkoj provoj, e them di çfarë këtë mund ta gjej diku tjetër. Do pres, të shkoj te tjetër e pastaj në fund ose gjet atëherë do kthejmë edhe do marr. Tani jemi në Bershka momentalisht. Gjeta këtë bluzën që kam të veshur tani, të zezën, e kam në të bardhë e gjeta në gri, po mendoj ta marrë në gri. Po kam marrë edhe këtë. Shoh kush më pëlqen më shumë nga bluzat basic. Po më pëlqen shumë kjo si model. Edhe pantallonat më pëlqeven shumë. Kush do më shkurtoj mua derisa tik? Por janë këto me belin e ulët, e më duket që më shkojnë. That's the vibe we are going for in general. Even if it's not my vibe, it's the place's vibe. Po bëjmë një pauzë për kafe, sepse burim nuk është se kënaqet kush e di sa. Nuk e bër shopping me mua. E ka nevojë për këto pauzat e vogla për të marrë veten edhe për të vazhduar. Burim nuk kupton që është shumë e rëndësishme për mua të kem outfitet e dukura, sepse dalen në foto e në video, te kam edhe bashkëpunime atje ku do shkojmë, edhe duhet të jem e prezantueshme, por edhe comfy, edhe gjasme nonchalant. Ore kupton, po bën sikur se kupton ai. Bur, të lutem shumë, duku sikur je pak më i lumtur se kaq, po më vjen të ta fus një shputull, si thoshe ti, se Klajdi nuk thoshte shpull, thoshte shputull. Unë nuk jam gënjeshtar, kështu që t'rregoj vërtetën. Unë e urrej shopping, I hate shopping. Kjo ishte një prank, Klajdi t'i pëlqen tepër shumë të bëj shopping, sidomos ditën e parë pushimeve. Super afare bere pra bor. Qa të them, bravo. Blevi lojra për PlayStation Burime dhe shumë entuziast për këtë arsye. Nuk e kuptoj, por e respektoj. E dini ku i harxova kryesisht lekët e mia në këto dy produkte? Vajtan Sephora, mora wow, Dream Coat, është antifriz, përdor këtë edhe nuk më flyen flokët, nuk më bëjnë kaq. Produkti mrekullueshëm, vlen çdo cent. Është duke më mbaruar jimi, edhe kam këtu e një vit e gjysmë, kështu që thash, po marr të riun ta kem me vete në pushime do më duhet. Dhe mora Easy Bake nga Huda Beauty, por nuk mora pudrën që është luz, sepse ndjem që bëhet pjesë çdo lloj gjëje. Mora formën kompakt, si po më mban gjumi ti mua tani, një zot e kupton. Mora këtë ngjyrë, shpresoj të jetë mirë. Më duk shumë e hapur, shumë e bardhë. Po ti isha te PR listi i Huda Beauty, do isha shumë e lumtur në jetën time. Pastaj mora bluzkën gri, mora edhe këtë ngjyrën këtu që më pëlqevi, gjëra të thjeshta domethënë. Buri mori këto pantallonka të zeza, të gjata, të letka, dhe pastaj mora këto pantallonat që dashurova me këto cargo, tepër shumë, dhe kushtonin 6 euro. Provova një palë xhinse shumë të bukura me bel të ulët, ato xhinset kushtonin 3.95, por nuk morinin mirë. Dhe këto ishin blerjet e mia. Përsëri nuk gjeta asgjë ndim. Le të gjej outfitet, i bëj gati. Nuk dua fare ta bëj këtë procedurën e urrej të bëj gati valixhen. Dushi i dytë i ditës, sepse pari e bera sa po u zgjova në mëngjes, trupin domethënë. Tani desha të laje flokët, sidomos provoj rroba aty që janë të pista, që kanë veshur njerëz të tjerë të ndërsitur. Vura një lavatriçe, lajnë rroba të reja edhe gjëra të tjera që kisha. Harova të them që çuam edhe lushin të lajet, i cili fare nuk do, edhe dini çfarë bën. Por e çojmë edhe të lajet, derisa të hyj te pjesa e korridorit, pastaj të çon te dhoma ku lahesh. Tërheq, se nuk do të lajet, nuk ka qef, edhe në shtëpi kur e laj unë me Klajdi nuk ka qef të lajet, kur e lanim diku. Edhe tërheq, domethënë jo nuk dua të lëm njërin tjetrin. Sa po futet te korridori, njerëz kemi hyrë edhe unë e Klajdi dhe kemi parë fshehurasi. Ikën vet, ikën me vrap vet, nuk e mban asnjëri, nuk e tërhiqet që jo dua të ikë o të kthem njërin tjetrin. E din që duhet ta bëj edhe shkon. Hypën vetë edhe atje ku duhet të lajt edhe ri. Çenkat janë shumë të mençura. Ndërkohë mua, tani po ikën shenja, por më ka fshovi një mushkoj. Ç'a bëhet në spray në trup. Tha ha, nuk e va në buzë. Kështu që ta tregoj unë shefin. Edhe ma tregoi. Nice. Ice baby. Nice ice baby. Kështu i lidh muhabetet Rurim. Kam filluar pak me këtë procedurën. Po nxjerr pak të shoh çfarë kam, çfarë s'kam. Po krijoj outfite njëra me tjetrën bashkë. Por diku këtu ka ardhur ora t'ju mbyll dhe ne do shifemi me videot nga pushime dhe do jenë video realisht shumë të bukura. Desha thjesht ju uroj të keni pushime sa më të bukura, të shlodheni, të inspiroheni, të kaloni kohë me njerëzit e zemrës, edhe ne do shifemi si gjithmonë në video radhës.